nuk e di në ka dalë në i gru, hala, cila është me shami, edhe ka thonë që po ndihem e shtypëm se kam shami. Ndoshta nuk e thot? Gjithmonë, po nuk e thot se nuk është ashtu. Ndoshta nuk mund ta thot, nuk dëshiron ta thot, nuk e di. Për çfarë arsye? Dali pak edhe në pozitën tjetër. Me vendos shamin është don guxim. Don vetbesim e cila nuk mundet më injektu prej kërkujt. As në rastin tim prej nanës time, që nuk ka relat më të ngushtë. E lëre më prej tjerëve. Pra është diçka e cila vjen prej brenda, pavarësisht mundet me shku një jetë duke i fol dikujt, edhe thjesht nuk është aty ku duhet në këtë aspekt. Nuk ka shanca. E vetmja gjë nështë ta që kësha dash me shtu këto është kur ke shamin edhe nuk mundesh me vazhdu jetën ashtu si ti do për shkak të rrethit, jo për shkak të vetes. Nëse ka dikush që e dyshon se je e shtypur, atëhere përballë jam vajzë gru me shami, e cila jam të thonë haptas dhe nuk më ngushdon kur gjë, nuk më dalon kur gjë, edhe me thonë që po, jam me shami edhe jam e lirë. Nuk ndihem e blokume kur gjë njetë, jashtë sfidave shoqërore dhe paragjykimeve, po flasë në mënyrën se si funksionoj si njëri. Karakteri është i njëri, personaliteti është i njëri, është thjesht rritesh, pjekësh, formohesh, merë ma shumë informacione, merë ma shumë dituni njohuri për profesionin apo dhe për jetën edhe raporte ndërpersonale me tjertë. Por në raport me veten, të thush që një gru me shami në Kosovë ndihet e shtypën për shkak që ka shami, është absurditeti më i madh. Kjo ka një konstelacion tjetër, leja ta plotësoj, në nivel global, kur autoriteti ta përcakton të veshjen dhe përzihet në zgjedhjet tua për trupin tën, për të kokën tonë, flokët tua, kjo sigurisht është një shtypje. Dhe shtypje shtetërore, shtypje institucionale. Unë vetë jam nënshkruar se një prej atyre peticione nda një shteti që e bën detyrim veshjen në këtë rast mbulimin total e të tjera. Por të besosh se është një shtypje apo jo, paraprakisht duhet të komunikosh dhe të dialogosh. Sepse nuk ka këtu një përgjigje absolute. Unë asnjëherë nuk e them. Por se në Kosovë duhet të besosh që ka gra që vetë vendosin për trupin e vetë, për rrobat e veta, për mënyrën se si e vendosin. Kushtet duhet jenë të barabarta për gjithë qytetarët. Gjithmonë e kam bërë një kundërpyetje ndaj atyre cilët i kemi shoshit këto gjëra dhe kam thënë, po çka nëse një vajzë cilën e keni përzën nga shkolla dhe mbetet analfabete, mbetet prapë në dhe ajo një ditë e heq shamin. Çka do të bëjë shteti? Si ja kompenzon shteti jetën? Çfarë grupacioni shoqëror pastaj ajo do t'i takoj? Zgjedhja është e lirë, është personale, është individuale. Ne kemi vendosur të bëjmë shamia, mund të vendosim të heqim shamiat. Nuk do duhet të ishte prapë kjo temë, të vendime personale që ne i kemi marrë vetëm në dialog në këtë rast si besimtare me Zotin tonë. Të tjera çështje duhet në Kosovë të jenë të hapura për çdo qytetar në mënyrë të barabartë dhe këtu e kemi pasur gjithmonë hallin. Unë nuk kam pasur kur raste ku kam pa ndonjë tendencë për ta imponuar, apo madje apo edhe për ta promovuar në ndonjë mënyrë, ose edhe nëse kanë qenë këto iniciativa private. Apo cilat mund të penalizohen, sepse dikujna ja ngushton lirinë e zgjedhjes, por me qenë se shteti ynë është sekular dhe është i hapur. Ka raste që mundohen që unë e kam bërë pyetje edhe kur ka qenë imami këtu që ka qenë një vajzë 10 vjeçare me shami, ajo nuk është e gatshme që të merr atë vendim. Ajo pastaj hyn në një jurisdiksion krejt tjetër. Po ajo mund të hyj pastaj te ato vajza që kur rritën e heqin shamin se ka marrë vendimin vetë. Ajo megjithatë kjo është një temë tjetër se si familjet mundohen të edukojnë fëmijët. Por në Kosovë, nëse kemi po e zëm një rast, mund t'i krahasojmë dy raste që janë të kundërta. Një vajzë që janë punon dikush një shami dhe ajo lajmërohet dhe unë e besoj i gjithë shteti, i gjithë shoqëria, Bashkia Islame vetë, myftiu, unë të gjithë i dalim krah, se ajo nuk dëshiron ta bëjë shamin edhe jemi në të drejtën e saj. Ashtu kështu. Him në krahun e saj. Por ama në kohën kur një vajzë ka vendosur ta bëjë shamin, nuk ishte aty shteti. Nuk ishte as shkolla, madje nuk ishte as institucione fetar, ishte ajo vetëm. Dhe kjo është dallim jashtëzakonisht i madh. Por ishte zgjedhje e lirë. Ishte e lirë, do thotë kur njerëzit flasin se ka imponim, ka sponsorizim këta, më fal, por Kosova është shtet.
dhe ne kemi ligjet e vendosura dhe kemi fuqizues ligjeve institucionet të cilat e zgjidhin këtë problem shumë lehtë. Apo jo, një sinjalizim i tillë. Por nuk mund është mbysojt të këtij lloj arsyetimi, nëse aq shumë të bën për qytetarën, të jesh indiferent dhe të thuash këtu ka imponime, këtu ka sponsorime, jo, sepse ajo është vepër penale dhe kjo është një krim, dhe ndaj krimi duhet secili qytetar të ngritë zërin. Por ama, kur ka një zgjidhje të lirë dhe ka një vetëvendosje nga ana e gruas, ajo duhet respektohet. Ta kam bësh me thonë diçka dhe për feminizmin, që se unë jam një feministe dhe jam profesoreshe feminizmit, të them që në fakt të konsiderohet shamia shtypje, këto kanë qenë ato kontaminimet imperialiste që kanë hyrë në disa feminizma të sponsoruar, sepse feminizmi i pastër kush sponsorizon se disa herë po e përmendën. E përmenda në nivel global është kjo, këto janë e gjeni edhe në literaturë. Por se në fakt kanë qenë feministet edukura në Kosovë që kanë qenë krah vajzave me shami për para çdo gruaje tjetër në Kosovë. Dhe unë këtu dua t'ju shpreh atyre mirënjohje, sepse ato nuk e kanë dashur shamin, por e kanë respektuar vullnetin e saj të lirë. Dhe ky duhet të ishte. Mund të jetë një mendim edhe një feministe krit i saj nëse thotë që është shtypja, nuk ka të bëjë këtu me njëherë të dalim tek ajo që e ka sponsorizuar diku. Jo, s'është punë, shikoni këto pastaj puna paragjykimeve kanë ndodhur. Nuk duhet të krijojmë keq kuptime. Janë tema që ndërlidhen me tema shumë të mëdha globale, me Orientin edhe me si më thon, ja humb subjektivitetin çdo gruaje. Kur ti thua që ti, çfarë ti mendon s'është mendimi yt, çfarë ti beson s'është besimi yt, edhe ti çfarë ke vesh nuk i ke zgjedh ti vet. Dhe këtu më njëherë vihet tek çajo ngulfatja që ti si njeri, ti s'ke subjektivitet. Por gjitha këto paragjykime dhe ankesa nuk e thohet kur një burri. Mi thonë, kjo setër s'është e jotja, kjo pamje jotja s'është bashkë jotja, të shohen pri kohit ka arë, kush jeti, si për ja del ti. Që janë matrallat. Dhe normalisht që shoqëria i buan pasojat njësoj. Diskriminimi shtetëror ndaj një grupacioni, shoqëria vuan, sepse ndoshta për te sukseseve që ka Iqbalja, Adna, Ajaja, ndoshta këto vajza do të arrinin suksese edhe më të mëdha, sikur mos të konsumoheshin me paragjykime të këtij niveli për ta mbrojtur çfarë? Veshën e saj personale, që ishte vetëm e saj edhe askuj tjetër. Po, në fakt diskriminohen edhe vajza tjera, ndoshta që dalin kështu ma mendje hapur, flasin për eksperienca. Sigurisht, sepse këto gjithmonë shoqëria pastaj mundohet t'i vënë në dy ekstreme, e mbuluar dhe tërësisht e zbuluar. Por jo, shoqëria e Kosovës është ekstremet, për shembull po flasim edhe për paragjykimet përveç sukseseve secila për jush, por në anën tjetër, në rrjetet sociale kemi një personazh të mbuluar që po ashtu është tepër viral dhe merr shumë vëmendje. Hayatja po? Çfarë flet kjo? Për shembull, kush është ajo? Por rrjetet sociale besoj, duke di TikTok e këto nëse i keni. Besoj që si personazh e njëni, domethënë pse i kemi këto dy ekstremet? Pse është kjo që i paragjykojnë dhe kemi një personazh kaq viral në rrjetet sociale, për mënyrën se si jeton, pasurinë, këto gjëra të tjera. Edhe mënyra e veshjes është më ndryshe, mundohet që ta bëj veshjen me shami më të modernizuar. Dhe mbase mund ta keni edhe një koment për këtë personazh, pse jo? Shiko, edhe për neve këto të treja mund të ketë dikush një mendim, cila mund të thonë që më moderne, një lidhje me shamis, më ndryshe, asnjëna nuk e kemi të lidhur njëjtë sot. Kështu që e mendova më herët. Është interesant. Unë e mendoj njëjtë, është sikur e flokëve, po nuk kemi mundësi me bo një fenerem t'jashtëm, apo të brendshëm, apo një frizur që humt, po kjo është ajo që ne mundemi me bo në mënyrë që me vetes me ju përshtat, pastaj edhe veshjes e tjere tjere. Sa i përket personazhet, si më shumë se sa hati, e shoh pak më diskutabile çështjen se çka realisht jemi të bo viral, edhe me çka. Pra, nëse Hati Mesadi është një vajzë adoleshente, apo ka dalë për adoleshencës? Duke që ka dalë. Ka dalë për adoleshencës, shpesh feston ditëlindje. Kështu që për çdo vit besoj. Edhe kështu festime luksoze. Çdo ditë feston ditëlindje. Paj, qysh është ajo 3 ditë e Bajramit, 3 ditë e ditëlindjes, 3 ditë e vitit të ri. A është një model për vajzat e reja? Unë mendoj që realisht ajo vajzë e cila Hati është me shami, kur çdo tjetër që kish pas jetën e saj, po flas në moshë të njëjtë, kishin thonë ti kishin pas edhe na çato rane.